Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mu më vjen mirë edhe mas pari falenderoj Allahin subhanahu wa ta'ala që në mundsoj me pas këtë takim mas një kohë shumë gjatë. Mu drejtën me thonë ka marrë malli për shumë piktinve vllaznëve, disa do me thonë moti si kum pa, disa shumë pi moti si kum pa, ashtu që inshallah dhe kjo është një pi fajdave të këtij mexhlisit. Ajo shka është kryesorja dhe shka duhet me konë dobija më e madhe për këtij mexhlisit, do me thonë edhe për të folmën tonë, edhe për të ngumën e juve, është që inshallah të marrëmi sevapet e Allahi subhanahu wa ta'ala. Edhe krejt ajo në cilën na do mësojmi, ma pak do mësojmi e ma shumë inshallah do përkujtojmi, për këtinve shka kum zgjedh unë e sonte me tregu, inshallah të munohemi do me thonë edhe tjerve t'ja përcjellmi, po edhe të kthehemi për ato të njëjtat gjonja sa ma shpesh të lexojmë. Do me thonë ajo shka unë e ka mu munu me tregu edhe me spjegu edhe me shtjellu në këtë natën e sonte, nuk është diçka e reja, po diçka shka ju nashta nuk e dini, po janë për kujtim për disa punë cilat bojnë pjesë prej gjunaheve të mëdhoja, apo atinve shka në sheriatin ton, në terminologjinë e sheriatit, ashtu si na ka mësu Kurani, pra vetë Allahi subhanahu wa ta'ala në Kur'an, e mërtohen me el-kebair, do me thonë me gjunahet e mdoja, mëkatet e mdoja, edhe janë një 3 gjunahe me rrenjë, për cilat unë e kum zgjedh, edhe menoj se është mirë me pas në asi për kujtim. Edhe gjithmonë, çdo përkujtim i joni për gjunahet e mdoja, duhet me ditë se bëhet për atë që na si musliman mos të kena kur gjo me ato gjunahe. Do me thonë, na këto i mësojna pikarshi, i dimi se shka janë, po asni here, do me thonë, ato nuk i bojmi edhe me dijen tonë, na shka shtojmi edhe shka garantojmi, shtojmi edhe garantojmi për vete, do me thonë, edhe pruhemi të Allah subhanahu wa ta'ala, se na s'kena me ju afru këtinve gjunahaj. Do me thonë, kjo është fajda dhe dobija me i ditë na si musliman këto gjunahet e mëdhoja. Ajo shka unë e kum zgjedh, do me thonë, është rejni cilën unë edhe në xhamin ku jam në vazife, do me thonë, age në Shkup, jam të kapërci me rën, edhe është një libër i cili, alhamdulillah, për të parën herë në verzion të plot, do me thonë, u ka përkthi shqip, edhe që është libri ma i njohshëm në historinë e muslimanëve për gjunahet e mëdhoja. Edhe ajo është libri i Imam Dhahabiut rahimahullah, i cili e ka emrin në arabisht el-kebair, kurse në shqip, do me thonë, është e përkthime si mëkatet e mëdha, edhe është mirë se cili pineve do me thonë me e pas këtë liber, me e pas ka përci një jetën e vetë, edhe kjo nuk është diçka shka në i lektirë që e lexojmi, po duhet me konë si referencë, pasi këtu ka shumë sene pi gjunaheve shka na mujmi, mos me i ditë se ato janë të mdoja. Do me thonë na pi karshi, pi larkë, mujmi me i pas një dhe njëherë, me i pas mësu dhe njëherë, me lexu në hadithet ndryshme, se disa punë janë ndalume, se janë haram, po nashta nuk mujmi me ditë se ato janë gjunahet mdoja, ose me ditë se sa të rrezikshme janë ato për dinin edhe për imanin të nëse dikush për muslimanve i vepron ato, apo sa rrezikohet edhe sa është në rrezik nëse jo nejnë nga. I pari për këtinve gjunaheve cilat mujmi me thonë se janë për gjunaheve si thuhet në shqip të holla, do me thonë gjunahet cilat ka nevoj na me ditë edhe me përkujtu ma shpesh njani tjetrin, është el-khiyane. El-khiyane arabisht është termi për tradhtim. Edhe kjo për tradhtim do me thonë për këtë llojeve të tradhtieve, do me thonë për këtë llojet e tradhtieve. Tu janë nis pi asoj më të thjeshtës, ku dikush nuk e çon një fjalë, një besë, një zotim, cilin e ka marrë për mi vete, apo nëj e tradhton emanetin më të thjeshtë, do me thonë emanetin e një mexhlisi, apo një derë që ka dikush ja kallxon, tu janë nis deri te tradhtia më e madhe. E tradhtia më e madhe është, do me thonë me i kthi shpinë urdhnave të Allahit subhanahu wa ta'ala, apo me lanë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përveç kësaj rruge me hakat e me lip rrugica tjera. Edhe ajo me cilën na kina me nis me tregu për këtë gjuna, i cili asnjëherë pra nuk duhet me harru, është prej gjunaheve të mëdha, është ajeti edhe fjala e Allahit subhanahu wa ta'ala, ku ai na subhanahu wa ta'ala na urdhnon neve edhe na tregon se Eudhu billahi minash shaitanir rajim, la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
mos e tradhtojni ju, do të thonë ju o musliman, mos e tradhtojni Allahin edhe dërgumin e tij, pejgamberin e tij, e në atë mënyrë të tradhtojni emanetet tuaja, duke e ditur se sa e keqe është kjo. Pra kjo është një ajet, një urdhën për Allahit subhanahu wa taala, ku Allahi subhanahu wa taala neve na urdhnon, po në njëjtën kohë edhe na mëson me shumë gjëra. E ajo për të cilat na mëson Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet edhe prej urtësive, mësimeve, cilat i kanë nxjerr komentatorët e Kuranit, për ata që në dietarët e Islamit njihen si mufessirin, ata të cilët janë marrë me komentin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, thonë se kjo pra tradhtia më e madhe çka mundet me e bo një musliman ndaj emanetit më të madh çka e ka është mu kjo pra tradhtia ndaj Allahit edhe pejgamberit, wa tahunu emanatikum, edhe për atë përmenet pra se ju nëse i tradhtojni Allahin subhanahu wa taala edhe pejgamberin, ju e keni tradhtu emanetin e juve. E emaneti, do me thonë, nuk është thjesht diçka, ashtu si mujmi na shpesh me kuptu në folmën tonë përditshme, nuk është vetëm diçka që na lihet emanet, një send, do me thonë, cilën na duhet me rujt kof një libër apo diçka tjetër, po kjo ka të bëjë, do me thonë, me zotimin e madh, do me thonë, me emanetin e madh, me atë besën më të madhe që na e kina. E kjo besë ja ka nis moti, do me thonë. Kjo besë ja ka nis para se me u kriju njerëzimi, kur kejt na, do me thonë, kena dhonë besë Allahit subhanahu wa taala, edhe atë sikurse se cili që ka përcit e hoxha, do me thonë, kur i kena mësu shartët, kena thonë, prej kur ajo njona për pyetjeve, të na shkup, besoj edhe këtu, do me thonë, disa xhallarë të vjetër që na mësëshin, prej shka jeti, mas pari, do me thonë, përgjigja e pari ishte musliman elhamdulillah. Ne zaman dan beri, prej kurit, do me thonë mësëshmi, kalu bela dan beri. Kalu bela ne demek, elestu bi rabbikum hitabënën gjevabi der. Do me thonë, shka jeti musliman elhamdulillah. Pikuri je musliman, pin kalu bela. Kalu bela, shka do me thonë, kalu bela, është do me thonë, kur Allah subhanahu wa taala neve në ka pyet, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë e Zotë juve, atër ketë njerëzimi, do me thonë, cilin Allah subhanahu wa taala e ka bo khalq edhe gjall, pi kurizit Ademit a.s. kanë dhonë gjevapin e vetë, edhe kanë dhonë besën e vetë, edhe kanë dhonë përgjigjen e vetë, se Allah subhanahu wa taala është kriju si jo. Na musliman çka kena bo? Na musliman ton, me shahadetin ton, me imanin ton, veç se na mas mirë ti na tu kujtu për këtë. Do me thonë, këtë njerëzimi e kanë dhonë këtë besë. Do me thonë edhe qaj njeri shka thuhet sot që ja kanë gjetë skeletin e që pas ka vdek para 7.000 vjetëve, si pas disa vestive edhe Makedonve, do me thonë edhe kanë gjetë dikun ka shtipi, aj ma vonë ka me dalë një 2000 vjetër, po s'ka gale, edhe aj do me thonë edhe këtë njerëzimi kanë pas dhonë këtë besën që Allah subhanahu wa taala është krijuesi, furnizuesi absolut, edhe është ai i cili i ka kriju këtë njerëzim. E neve muslimanve kjo punë na u kam tek. Na muslimanti na ato që këtë punë e dina hak, edhe për atë Allah subhanahu wa taala ka dërgu Kur'an për me na tek neve këtë punë, edhe për na mu kujtu se i kena dhënë besën, edhe kjo është ai emaneti i madh. Secili, çka do me thonë kjo? Çka do me thonë me mësu emanetin më të madh edhe me mësu tradhtin më të madh? Është një mësim më i madh që mund të më nxjerr pikë kësaj. E ajo është se nuk ka tradhti më të madhe se sa me tradhtu Allahin edhe pejgamberin e vet. Ashtu që nëse një njeri nuk e menon këtë si emanetin më të madh, nuk e menon këtë si tradhtin më të madhe, kur dikush ja kthen shpinën në urnave Allahit subhanahu wa taala, atëherë sigurisht se atij njerit kam ju dallashit kantari. Atëherë ati njeri do me thonë kam ju duk tradhtia më e madhe se vepse dikush ka me e këshirë shtrem. Kam ju duk tradhtia më e madhe kur dikush s'ka me majt muhabetin për dhe një biznis të vogël dynjojës, ose s'ka me majt muhabetin për dhe një sekret që ka nashta ja ki kallxu për vete, ose për dikam tjetër. Atëherë njerëzit çka bojnë do me thonë përjetojnë asesi, thojnë ku është doktori nerven slom, do me thonë përjetojnë nerv break kështu, për atë se dikush do me thonë e kallxoj një muhabet e kish kallxu agen katun shka unë ja pa ta kallxu ati e tjera me radh, më ka tradhtu shumë keqe, kuj diçka, e kujnë të madhe, diçka, pse? Se vep nuk e din atë tradhtin më të madhe, nuk e din atë emanetin më të madh cilën secili njeri i cili nuk është i kthim në rrugën e Zotit, secili njeri i cili se ka gale do me thonë, edhe e zet xhumbi pa e fal yacien, ai njeri e ka tradhtu atë emanet, edhe ai njeri te Allah subhanahu wa taala, edhe te muslimant është tradhtar.
a njeri edhe te Allahu subhanahu wa taala, edhe para muslimanëve është tradhtar. Si ta zoje xhumi pa e fal yatsin, si ta lojë në namaz pa e fal, tu e ditë edhe Allahu subhanahu wa taala tu e përmend Kur'an shumë vjen edhe tu na e tregu se namazi janë çfarë. Po ashtu, ai njeri, ai musliman, ai biznesmen, çka për vjet nuk e jep zakatin, i ka përcen domethën vjetët, edhe ai nuk bën hesab për zakatin e vet, as si ka përcen na përmendin domethën, as kur e ban llogarin përfundimtare të vitit, e as të mujit, as aftallëkin kur e jep, as mujin nuk im teket se ka dhe dikun diçka me dhon. E ajo është zekati, çka nuk është domethën vetëm sen i thjesht. Nuk është ndaj dedeve e Gruevski, domethën çka dënjer mundet me ta diktu, dënjer mundet mos me ta diktu, po është një dhën me cilën duhesh me dhon Allahut subhanahu wa taala. Pra atij i cili i di këtë tonat, këtë ato çka i kena, domethën edhe të msheftat, edhe të haptat, edhe Allahu subhanahu wa taala e di më së miri atë riskin cilën na e ka dhënë. Dënjer neve dëni parë, dënjer neve dëni mall, mundet me na u pështjellu, mundet me na u hub, na mos me pasat parasysh, po ajo këtë është e regjistruar te Allahu subhanahu wa taala. Edhe atë është e regjistruar si emanet, si mall, si rrezik i cili na u ka dhënë neve në këtë jetën e dunjës për na mu shërbi për këtë. Edhe për këtë këto të mira, Allah subhanahu wa taala pra për këtë atë mall, për këtë ato të mira na e lip vetëm një gjë. Vetëm një gjë na ka bëu farz edhe obligim sa i përket mallit tonë. Këtë tjerat janë fazallëk. Domethënë këtë tjerat janë sadakaja është prej sunetit, sadakaja është mirë më udhon, po ajo që është e domosdoshme është zakati. Domethënë 1/40 e mallit nëse e kalon nisabin edhe nëse nente unë një vjet, atëherë unë duhet me dhon. Pra kjo është ajo tradhtia e madhe. Edhe secili musliman i vetëdijshëm, i cili e di tradhtinë më të madhe, sigurisht se nuk kam ju dallashit kantari. E ai që nuk e di tradhtinë më të madhe, kam ju dallashit kantari, edhe kam e kujtu për diçka që është e vogël, kam ju duk e madhe, ose tërësene diçka që është e madhe, atij njeri kam ju duk e vogël. Ajo që neve na bën muslimanëve që ti na besnik, do me thonë ato musliman, ato njerëzit tamamile, cilët e din emanetin më të madh, ata të cilën e din se cila është tradhtia më e madhe, këtë kjo ka një refleksion, edhe këtë kjo kthehet në ahlakin edhe në vetdijen e një njerit edhe një muslimanit, edhe ai masej çka bëhet, ai bëhet besnik. Do me thonë ai njeri çka nuk i livrit Allahut subhanahu wa taala pi fjalës, ai njeri që nuk i livrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pi sunetit ti, atëherë ai njeri nuk i livrit as shokëve vet. Ai njeri nuk i livrit as pondhonësit vet. Ai njeri nuk i livrit as mësuesit vet. Ai njeri nuk i livrit as hoxhës vet. Pse? Pse e ka bën atitatin më të madh. Këto itatet të vogla të dunjës janë në atitatin e madh. Ama ai i cili nuk e ka atitatin më të madh, ai i cili nuk e ka ndëgjueshmërinë më të madhe, atëherë këto qerat bën dallavera. Do me thonë, ai nuk i livrit ati gazdës vet, sepse gazda i nin për mi krije. Ama atë sahat, atë dakik, shka gazda ka me këthi krijen në gjath, këj punëtori ka me bo diçka në shmajt. Kur gjo më zbof, do me thonë, ka me vedh pi orarit punës, ose si i thojmi, do me thonë, na ka me zabushat në atë punën e vetë, pse nuk e ka atë vetdijen e madhe për emanetin e madhe. Ajo shka thamë se muslimoni kur ta di emanetin e madhe, kur ta di se shka është për një me tradhtia madhe, në këtë qerat sigurisht se sillet më smirti, është edhe ajo shka neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka mësuar si rregull edhe si kriter. Edhe për me ditna, edhe për me matna njëri tjetrin, po edhe për me ditë se si duhet për një me konë muslimoni. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La imane limen la emanete leh, wa la dine limen la ahde leh. Nuk ka iman, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka iman, që dietarët, ata të cilët kanë komentuar, domethënë, për punën e haditheve, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë tregu se kjo nuk ka iman e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do me thonë negim, negacion, mohim i plotësimit imanit. Do me thonë ai njeri nuk e ka imanin tamam, ai njeri i cili nuk e ruan emanetin. Pra nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këto janë pi stilizimeve të gjuhës arabe, nuk ka thonë që ai njeri është imansës, po ka thonë se nuk e ka imanin tamam ai njeri i cili nuk e ruan emanetin. Edhe nuk ka fe, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai njeri që nuk e ma besa, ai njeri që nuk e ma zotimin, ai njeri që nuk e ma fjalën, për çka do kohë, ndash për të vogël, ndash për të madhe, ai njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mohu atë vizhlushmërinë e fesë, atë bukurinë e fesë, edhe ai njeri nuk e ka
tamam atë fejen e vetë. Kjo është thamë edhe për me ditë njëri tjetrin, por janë edhe sejne për na me ditë se cilët janë ato muslimanët e vërtet. Po ma shumë se kjo, është për me ditë na edhe me pas kantarin tonë. Do me thonë, mos të matmi me kile diçka e cila duhet mu mat me litra. E nëse një njeri nuk e di, prapë për përsëriti, tradhtin më të madhe e emanetin të madh, atëra ai njeri ka bërë dallash diçka. Do me thonë, ka mat diçka me litra e cila është dash me u mat me kile. Ose ka mat diçka me milja, si thuhet milja të Amerikës, diçka shka akon e bo me hesab për me kilometra. Edhe atëherë, atë njeri e më qonë, si kurse njërin i cili kish pas blej kjerë, do me thonë në Amerikë, edhe kur kish pas ardhë këtu, peshker kësa herë për mi 80, ama ato 80 milja se di se bojnë 120 hajt kilometra, do me thonë ma shumë, edhe gjithmonë radarat e qesin se a njeri ato vozit shpejt, edhe pse ati i kalzon atej se ato vozit nër 80. Pse ka kantarin dallash. Edhe si një përkujtim edhe si një hiqaje e vogël, une do me thonë, tua të regoj atë shka e kumni, do me thonë, edhe të regohet si një përjetim edhe si një anekdote vërtet e cila ka ndodhur në Turqinë moderne, kur mas një kohë, do me thonë, ka pas, ju se i dini, mas ju ka formu në Turqia moderne, mas ketatënve peripecive, mas shkatrimit perandorisë osmane, mas luftës nacionale çlimtare që ka bërë Turqia për me u majt edhe për me mejtë si shtet, ka pas do me thonë edhe hoxhallar, cilët janë konë, do me thonë hoxhallar, dietar edhe për një me, edhe cilët kanë hek shumë, do me thonë, edhe ka rivajete ndryshme se shumë prej atinve, do me thonë, edhe janë konë të vartë, edhe janë konë të mitë, masi që ata turki, do me thonë, e ka qliru atë Turkien edhe ka hakat me uzurpu edhe me marë pushteti. Njënin prej atinve, ki njeri, do me thonë, Mustafa Qemali e ka pas thirë, edhe ka thonë ta bojmë një marrëveshje. Ka thonë, ti i e me autoritet, ti e hoxha i madh, lej këto punë, do me thonë, unë e përbaj politikën, ti e ban hoxhalëkin, mirë mi vesh të diqish, i dojmi ato dhënë të dhit, i dojmi ato zonat ku kina me pas ndikimin tonë, edhe ta lojmi, do me thonë, të përlajtëmën, ta lojmi, do me thonë, shamin e njëri tjetit, ta lojmi konfrontimin. Atëherë ki hoxha, rahimahullah, i thot, s'ka problem, do me thonë, mirë mi vesh, thot parimisht s'ka problem. Po thot ka një punë, hoxha e veç tash këtë pushtetarin, thot ka një punë, thot çka është, thot, garanca që na kina mu i përmbajt kësaj marrëveshjes. Çka është garanca, thot, që kina mu i përmbajt kësaj marrëveshjes. Atëherë ai me atë qeran që ka pas, me atë dukin që ka pas, thot, une, lafi jem burit. Thot, mirë be, thot, po, çfarë lafi ki ti? Çfarë bese ki ti, thot, që Allah ti thirr 5 herë në ditë namaz edhe ti nuk i shkon, e Allah të ka kriju, të lejon me marë frim, të ka dhon bukë, të lejon me prish avdesin, e ti nuk i nejnë besë, pse me mnejt mu që jam unë e kërkushi. Dhe me thonë, as nuk kam armate, as nuk kam shka me të bo nëse më tradhton. Kjo veç kallzon, do me thonë që ai hoxha i madh për një me e ka ditë pra se për një me shka është emaneti më i madh, tradhtia më e madhe, pra e ka pas kantarin saglam, e ka pas me gram ati ku ka dash me pas me gram, e ka pas me kile ati ku ka dash me kile, edhe ka mat me litra ati ku ka dash me mat me litra. Puna shka, do me thonë, duhet pashtu na me ditë për punën e tradhtis, pasi se vep një njeri kur t'ja nise me punu diçka, kov, do me thonë, për punëve ma thjeshta dynjojës, do me thonë, me shit diçka, po me ble diçka, po me punu tokë, duhet njëri me punu me njerëzit tjerë. Edhe ajo shka zakonisht ndodh që njerëzit, kur ja nisin, do me thonë, punojnë me ortaklëke, me sena, mu një herë ju hi galja për tradhien dhe njëri tjetrit. Do me thonë, zakonisht bohën mos besus dhe njëri tjetrit, edhe atëherë, do me thonë, vën se energjin me harxhu për punë, vën se energjin me harxhu për davet, apo për shka do kofta ajo punë, do me thonë, cilën e bojnë këtë jetën e dunjajs, ata hakatin edhe këshirin njëri tjetrin se kush kujna po jalshon, kush kujna pe tradhton, ose tu di bashk, as njëri s'tradhton, ama pi 8 sahatve punë, 4 sahat e këshirin njëri tjetrin. Edhe kjo është boll zarar edhe boll humbi. A duhet edhe a munën muslimoni i mençëm me e bë këtë punë. Muslimoni i mençëm nuk duhet me u marrë me këtë punë. Pse nuk duhet me u marrë muslimoni i mençëm me këtë punë? Sebeb që
Allah subhanahu wa taala neve me një rast shumë konkret, edhe me një punë që kur e lexon një njeri Kur'anin, domethënë nëse kina marrë me lexu këtë përkthimin e Kur'anit, e shohmi se mrena ka një tregim, i cili tregim është me mas shumë të detaje. Domethënë na zakonisht në Kur'an ka tregime, ka përkujtime, ka rrëfime, mirë po nuk ka shumë detaje. Rrëfimi i cili ka mas shumë të detaje, e dini cili është? Është rrëfimi Jusufit alayhis salam. Edhe surat Jusuf, atej do me thonë, në kallëzohën shumë sene. E në të surën Jusuf, pra Jusufit a.s. cili e kanë tradhtu shumë vetë. Jusufin a.s. e kanë tradhtu shumë vetë, do me thonë. E ka tradhtu mas pari, a i shka i ka një muk, ja ka kallëzu ëndrën, mas e para asaj e kanë tradhtu vllaznit e vetë, mangat s'ka pos ku me shku, e mas asaj ajo gruja e tjera me radhë, shumë vetë e kanë tradhtu, atëherë Allah subhanahu wa taala mun rastin e Jusufit a.s. Edhe mun atë sure Jusuf, neve na e kam mësu një rregull për me na shnosh. Edhe për na mos me kompi atinve, ortakve, apo bashkëpunëtorve, apo njerëzve, shokve, cilët kina mu marrë me njëri tjetrin edhe kina me këshirë se kush kanë pe tradhton, a mos pe tradhton e tjera me radhë. Dhe ajo shka është? Ajo është ajeti i Allahit subhanahu wa taala, ku Allah i dhul gjelal ka urdhnu dhe ka thonë, Eudhu billahi minash shaitanir rajim, wa anna Allahe la yahdi kaydal kha'inin. Edhe Allahi nuk i qel udhë, pra nuk i qet në selamet, nuk i qet në drejt kurthat e tradhtarëve. Allahi nuk i qet në drejt kurthat e tradhtarëve. Çka do me thonë kjo? Kjo është një garancë, cilën e ka dhënë Allahi subhanahu wa taala, edhe që ka kallëzu, që kur kush i cili punon me tradhti, edhe i ban hile dikujt, ndash të vogël, ndash të madhe, ai njeri kësaj pune nuk ka më apo hajre. Kjo është një garancë, ama e dini sa garancë e madhe është kjo, edhe ketë me mujt me majt men një njeri, edhe me apliku në se cilën punë të vetën shka e ka, kjo sigurisht se ka me ashtu ati edhe produktivitetit, po mas shumëti shka ka me ashtu, ka me ashtu do me thonë atë rahat lëkin. Se një njeri, edhe se cilën njeri, i cili ka dyshim, kof në shpijen e vetë, kof në vllaznit e vetë, kof në kusherinit e vetë, kof në ata të cilët punon, kof të ma larg, a njeri e di se ajo punë e cila bëhet me ato dyshime, me ato shybe, me ato sene, a shumë ma e ranë se sa çfarë do punë tjetër cilën e kish bo normal. Do me thonë, nëse merr një njeri edhe me shkrujt një faqe të kompjuterit, nëse e shkruan për 5 minuta, si të ketë shybe, do me thonë, tu janë nispim Bill Gatesin shka ka bëhat programin, e deri të shpia gruja që ka me apru qajin, atëherë atë jo 5 minuta, 500 vjetë së në shkruan. Edhe lodhët njerësët edhe pse ajo është A, B, C, D, shumë thjesht, do me thonë nuk ka kur një farë senja atej, ama pse këti e rifit i shkon me një kamos edhe këshirë me izbulu këtë tradhtijat e dunjojës, do me thonë si thamë, janë një spi Bill Gatesi mos ka bërë dhe një majmun lëk me atë programin që këti dallashit e shkronjat, e deri të gruja vetë që ka me adhon qajnë, mos hasha i ka shni otrov në atë qajnë e vetë e pe mit këtë farë burin këto, do me thonë këtë këto shyve janë smuje edhe janë pjëdhanit, cilat një musliman do me thonë duhet me i hek, duhet me hecë rahat, duhet me punu rahat, me munu me edhon maksimumin, edhe këtë kjo, për mu shnosh do me thonë, për mos me ra prej vezveseve edhe hileve të shejtanit, është mu që kja jetë ku Allah subhanahu wa taala neve na ka kallëzu, wa anna Allahe la yahdi kaydal kha'inin, se Allahi nuk i qetë selamet hilet e tradhtarëve. Edhe këtë na e ka kallëzu, si thamë, në shembullin më të mirë Jusufin a.s. Do me thonë, Jusufi a.s. Tja kish nis me kajt në atë bunarin ku e kanë lënë vllaznit e vetë, ku e kanë tradhtu, e kanë tradhtu për jetë. Edhe ajo, kësaj dunjojnë, sa konë që ajo tradhtia më e madhe. Tja kish nis ajt në atë bunarin me kajt e me vajtu se e kanë tradhtu vllaznit e vetë, apo të kish nis me menu që ai keq që ka me bo, ka mi bo për me marë hak ndaj vllaznive vetë, atëherë nashta kur gjo nuk ish bo. Po e ka bo teselli, e ka qetësu Allah subhanahu wa taala, mu me që këtë fjallë, kur i ka kallëzu se Allahi la yahdi kaydal kha'inin, se Allahi do me thonë nuk i qetë në dritë, nuk i qetë në selamet, edhe nuk ja shef tradhtari tradhtijes vetë, hileqari hiles vetë, nuk ja shef hajre. Edhe nas kina shka mu mërzit për atë. Neve mundet me na pengu, mundet emocionalisht me na destabilizu kur shofmi na i tradhtar do me thonë që hecë gjath e shmajt.
Edhe kur shohme që fol laf pa laf, edhe fol në ashtë të njerë në mënd këtë shqiptarve edhe në mënd e këtë tonvit, ama ajo kur gjanë nuk ka me dalë në selamet. Edhe këtë, jo që në e dina për dikuj si hasha kina këshirë falë, do me thonë, në për yje apo në për karta, po e dina bashkë për ate ku ashtë ma saglam, do me thonë e dina për Kuranit, se nuk ban hilja qarë. Hilja nuk be qarë, më mashtrimi nuk be qarë, edhe tradhtia nuk be qarë. Kur kush, do me thonë, nuk kam apo hajrin tradhtijes vetë. Edhe atëhere, kur ti duket, ka edhe një sen shka është muhim, do me thonë, me e përmejt, edhe ban pjesë në akiden e muslimanve, që atëhere një njeri, kur të kujtoje, që tradhtia i ka bon ati qarë, apo ti duket dishka, se është të përparuaj sa ma shumë që është e ras me një gjuna, atëhere a njeri duhet për një me, 2 herë t'i bere vetës mas, se në akiden e muslimanve ka istidraj. Istidraj do me thonë për këthim bukfal shkallzim. Edhe istidraj është ajo shka ka përjetu faraoni. Faraoni ti ka hec puna marë. Do me thonë edhe ma se i ka ndështu ato si hirbast, aja pete me kam gjik, do me thonë i ka shtin do qerë me bodi shka. E ka marrë ushtrinë, ato e ka ngue, i ka hec pushtejt e sen. Kjo akon ketë ma fill të hi në atë gjuna. E ketë kjo akon shkallzim për shka? Për mi ushtu dënimi. Për me jushtu dënimin, edhe Firauni nuk ka me pas, do me thonë, dënimin, si kur nëj Firaun që i vogël, do me thonë, i këtin ditëve tona, po ka me pas matë madhin, se vep që ati, Allah subhanahu wa ta'ala i ka dhonë, ma shumë sejne, edhe a i ka shku ma fill, do me thonë, edhe ka sharu, deri sa ka kujtu se ki para mu, do me thonë, ki beni Israili para mu edhe do qesh ka i shkojshin mas e ka përcin detin, atëherë une a i frajri me altana edhe me koel të heshëm, sigurisht se e ka përcej edhe une, edhe atëherë u ka mashtru, do me thonë, edhe që kjo akona i shkallzimi i dënimit cilin e ka përjetu. Po ashtu na si musliman, do me thonë, duhet me e ditë se puna e tradhtis, do me thonë, nuk është punë e thjesht, edhe nuk është në sen e cila ka të boje vetëm me atë se aina na gjem të mirë apo jo, po është edhe një punë cilën duhet me ditë. E ajo është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kujt tradhtien, edhe mos nejtjen në fjalë, e në besë, në zotim, e në emanet, mos përmbushin e emanetit, si njënën për 3 shenjave të munafiklëkit. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith se ayatul munafiki thalatha, se nishanët, alametet, karakteristika, sifatet e munafikit janë 3, idha hadatha kadhab, a njeri kur rajn, kur e qel gojen rajn, wa idha wa'ada akhlaf, edhe kur premton diçka nuk nejnë në fjallën e vetë, wa idha tumina khan, edhe kur ati i lihet diçka në emanet, a njeri tradhton. Pra kjo është ajo e cila e ban të madhe këtë gjuna, edhe e cila e ban të madhe këtë veti, edhe në secillë punë e cila përmenet se është veti e nifakit, ajo automatikisht duhet me u ditë se është një sen shumë i madh. Do me thonë, është gjuna i madh, edhe është sen shka na muslimat nuk duhet me e pas as pak, do me thonë, as në përqindjen të vogël, e në rujzot hala ma hiq në përqindjen e madhe. Gjithsesi, do me thonë që tradhtia, ashtu se e ka shkrujt edhe ki djetari Imam Dhahebiu, i cili ka përpullu një libër, edhe në këtë libër, do me thonë, kam ledh vetëm ajete edhe hadithe, nuk ka folë, si unë sot që ka po foli, do me thonë, po munona me i shtjellu disa gjaja me ato shka i di edhe shka i shof, po kalon vetëm disa fjalë të shkurta. E në fjalë të shkurta me cilat e sos këtë faqen cilën të regohet për tradhtia, thot se tradhtia është e keqe në çdo gjë. E ndonjëherë është më e madhe se tjetra. Do me thonë, tradhtia për tradhtis ka dallim. Edhe ketë kjo madhësi dhe vogëlsi e tradhtis, pra matët me atë që ka thamë edhe në fillim, edhe me cilën përdojmë me përfundu këto fjalë për cilat folëm për tradhtin, ajo është që me ditë se cila është tradhtia më e madhe edhe emaneti i madh, ashtu që një njeri, do me thonë, i cili e shohmi se është i qarë e tradhton Allah subhanahu wa ta'ala, nuk fal namaz, ka qef, do me thonë, hala me kanë me muslimant, me e pas e emnin musliman, ama kana qeter nuk ban, ama bashkur gjon, do me thonë, pi farzeve dhe pi obligimeve, cilat janë, do me thonë, ashigjarve, urdhna dhe nuk ka kur një far tefsiri për ato punë, atëherë me ditë që a njeri ka bo tradhtin më të madhe, edhe me kon hazër, do me thonë, me ditë që mundet me i bo tradhtia tjera. Kurse nëse një njeri i zbaton ato premtimi, nëse një njeri i zbaton atë emanet, atëherë me ditë se sigurisht që emanetet më të vogla ka me i zbatu ma mirë e ma mirë. Unë do me thonë, edhe pse
e pata menën për 3 punë me kallxu njëna piktin me domethënë është shumë më e gatu, unë apet këshilloj edhe bua përkujtoj ketëve juve që është mirë me lexu se këtu ka sene, domethënë të cilat mulmi na mos me i ditë ose shpesh me i haru, se me i paska përcitën një herë, po nuk i zatetmi nështë inshallah një jetën e përditshme, domethënë nuk ina vetë tradhtar edhe nuk zatetmi inshallah hiç tradhtar edhe nuk shohmi as televizit tradhtar e mujmi me haru domethënë se si është tradhtia, po është mirë domethënë me i lexu librat me i ka përci edhe me u përkujtu për këto gjunahe të mëdha. E njëna prej gjunaheve prap të mëdha, cilat ka nevojë me u përkujtu edhe që ka të baje me dhënmën edhe me ndihmën shkamunët edhe duhet një musliman me apo muslimanit tjetër, është edhe puna e, si thojmë në shqip, me përmend mirën. Domethënë, ajo me përmend mirën në rab që Allah subhanahu wa taala i ka emnuar në Kur'an se el men, domethënë me përmend, me i dhon dikujt diçka, edhe me ja përmend është sen e cila e asgjëson edhe ja hub sevapin asaj cilën e ke bën. Asaj të mirë, asaj ndihme cilën e ke bën. Nëse e përmend, ja përmend atij njerit, domethënë cilën ja ke bën, i nen për mi krije, apo si i thojnë turqe, disa këtu din, domethënë është një llaf shumë i heshëm për këtë punë, turqe i thojnë bashakakmak, domethënë ja rasën krije atë mirën atij njerit, atëherë kjo punë, domethënë e prish atë mirën, atë ndihmën cilën e ke bën. Për atë shkak domethënë është parim. Edhe është për terbijes muslimonit edhe akon, edhe do vazhdojë tjetë, se sa herë muslimoni kur e ban një të mirë, një ndihmë, përveç se atë duhet me bon në mënyrë të msheft, aq sa si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dora e shmajt mos ta dije se çka ka dhënë edhe çka ka nda dora e majt, po ashtu një musliman duhet me këshirë edhe me pas gale që mos ta hupe atë sevapin e vet, atë veprën e vet mirë, atë ndihmën apo atë sadakajën cilën e ka dhënë, duke ja përmend atij njerit cilën ja ka bën atë mirë. Edhe këtë mësojmë pra prej ajetit Allahut subhanahu wa taala, ku Allah subhanahu wa taala na ka tregu, domethënë në mënyrë të qartë edhe direkte se A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mos i prishni. La tubtilu sadaqatikum. Mos i prishni, mos i bëjni batil, mos i asgjësojni sadakate juve duke i përmend ato wal adha, edhe duke i përmend me ofendim. Si bëhet kjo? Domethënë kjo bëhet kur na dikujt i japmi një sadakani 10 dinar, që ajo blemi një gjevrek, edhe të nesrit mas nesrit mund ta jerifi me pas ftillu, domethënë, edhe na i thojmë atij, po ose për diçka tjetër, domethënë për punëve të dunjave, polemizojmë atëherë na thojmë, po ti ai shka unë të mojshna me gjevreka, domethënë ti ai shka unë të hipshna ka 10 dinar, kjo është shembulli klasik i se si hupët ai 10 dinar, edhe si hupët ai gjevreki shka ti atëherë kur e ke dhënë për Allah. Domethënë e ke dhënë me një jetë tamam, e ke dhënë për me fitu rizan Allahut subhanahu wa taala, e ke dhënë vetëm për hir të fytyrës Allahut subhanahu wa taala, mirë po atë ditë kur e ke përmendti atë gjevrekin, atij fukarajës, atij cilit i ke ndihmuar atëherë ti e ki hupat sevapin i cili akon mas pakti 100 dinar të Allah subhanahu wa taala, pasi çdo e mirë njëksohet me 10, edhe kjo është pra ajo e hupmja kësaj, ashtu që e keni ninë është nër pleç edhe nër plaka, kur thojnë domethënë mos s'pe përmeni që mos ta hupi. S'pe përmeni që mos ta hupi, domethënë është mu që kjo droja e kësaj punës që nuk përmenet e mira, duke i nejt për mikrije, domethënë për atë mirën apo për atë ndihmën cilën ja ki bo dikujt, po për shembull plesh kanë thonë, edhe thojnë hala, domethënë se s'pe përmenin atë mirë, po çka ma boni, unë ja kom boni të mirë atij, po pelon për Allah, domethënë, edhe s'pe përmeni vetëm shkaku i mos ta hupi, domethënë këtë mirë, edhe kjo tham është pi gjunaheve të mëdha. Një njeri, domethënë përveç që e hupat 10 dinarshin atë gjevrekin cilën ja ka dhënë atij fukarajës, a njeri është duke e bën edhe një gjunah të madh, domethënë, edhe është të hin minus me atë plusin e vet çka e ka pas bën, vetëm se duke
duke e përmend atë mirën cilën e ka bërë. Po ashtu për me marrë vesh se kjo puna është prej gjunaheve të mëdha, mjafton me kallëzu edhe ajetin, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 3 çeshit njerëzve kanë me përjetu azab dhimbshëm. Edhe kur në hadithe vjen që disa njerëz në ahiret kanë me përjetu azab për dëni vepër, atëherë ajo vepër, ai akt, ai gjuna bëhet automatikisht prej gjunaheve të mëdha. Po ashtu, nëse për misen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kallëzon se për atë punë ka lanet pi Allahit ose pi pejgamberi, ose vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bo lanet, i ka mallku, atëherë edhe ajo vepër automatikisht, domethënë quhet edhe dihet si vepër e madhe. Pra kur të lexojmë hadithe, edhe të shohim se për dëni punë Lane Rasulullahi kedha vë kedha, se pejgamberi alayhis salam ka mallku atë i cili ban kështu e ashtu, atë e cila ban kështu e ashtu e tjera me radhë, atëherë duhet me ditë se çajo punë çka përmendet në çat hadith është mëkat i madh. Është mëkat i madh, domethënë nuk është ndaj haram i vogël ose ndaj sifat i keq kështu, po është prej gjunaheve të mëdha, cilat gjunaheve duhet musliman me ju nejt lart. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith se thalathatu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Do me thonë, ata përveç që kanë me pas adhabun alim, azab dhimbshëm, dënim dhimbshëm, atinve Allah subhanahu wa taala la yukallimuhumullah. Atinve nuk kam ju drejtu me fjalë Allah subhanahu wa taala. Pra, në ditën e hesapit nuk kam ju drejtu. Wala yanzuru ilayhim, as nuk kam e drejtu shiqimin ka ata, wala yuzakkihim, edhe nuk kam i kujt ata njerëz të mis. Nuk kam i kujt ata njerëz të mis, do me thonë, nuk kam i dhënë atinve teskie, nuk kam i amnestu, nuk kam i kujt si të lam, apo nuk kanë me kon taborin e atinve njerëzve, do me thonë, cilët kanë me kon pa pit pastërve, cilët nuk kanë me pas, do me thonë, vepra për cilat duhet me dhënë hesab, po ashtu do me thonë, ajo shka qëndron hadithe se Allah subhanahu wa taala nuk kam ju folë dhe nuk kam i shiku, do me thonë që ata nuk kanë me pas rahmet pi Allah subhanahu wa taala atë ditë, walahum adhabun alim, edhe përveç kësaj, pra ata kanë me pas dënim dhimbshëm. E para cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith është el muzbilu izarahu. A njeri i cili i lëshon teshat e veta, do me thonë me kajs i ban teshat e veta të gata për kryenetësi dhe për kibër, do me thonë i zbrit pantollët ose atë cilën e vesh poshtë, do me thonë te poshtën, kohë diçka tjetër që vesh te poshtë, e shlon nër zogin e kamës, atëre ai hin në këtë hadith. Edhe e dyta, ka përmenet edhe që ka të bëjë me temën cilën për mësojmi, wal menna, edhe ai i cili e përmend mirën cilën ja ka bon ati personi. Njeri i cili ja ka dhënë një sadaka, i ka nimu, e ka qupi një venit me një vend, tu ardhë për pazarit, ja ka marrë kesët, shka do për këtinve punve, shka na e dimit që janë sadaka, edhe që janë ndihme, edhe që janë vepër e mirë, këto ja përmen ati njerit, atëherë a njeri kuhet edhe hin kategorinë e el-menna, njeri i cili e përmend mirën, e njeri i cili e përmend ndihmën, edhe ai pra hin këtë lloj njerëzve, cilët kanë me përjetu këtë dënim dhimbshëm. Edhe e treta kategori, treti çeshit i njerëzve është wal munfiku sil'atahu bil hilfil kadhib, edhe ai i cili e shef artikullin e vet, ai i cili e shet mallin cilin e ka për shitje me betim të rrënjshëm. Do me thonë, a njeri nuk ka për artikullin e vet ISO standarde me kallëzu, certifikata, me dhon garanci 2 vjet, 3 vjet, edhe shka ban bie rrënjshëm. Thot vallahi ki karpuz janë shpi çegrani, ai karpuz janë shpi forini. Edhe ai njeri shka e ban këtë punë, do me thonë të e shitat karpuzin e vet, ai njeri ka hin në këtë qeshit njerëzve, do me thonë cilët për shofmi që janë pi lojeve dhe pi qeshiteve dhe pi njerëzve matë këshi edhe cilët kanë me përjetu dënimin matë dhëmshëm ditën e ahiretit. Na e lusmi Allahin subhanahu wa taala që mos jemi pi atinve, po ashtu edhe një tjetër hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend 3 lloj njerëzve edhe prapë përmend atë i cili
e përmend të mirën, cilën ja bën njerëzve, domethënë është nanin, edhe ai i cili e përmend të mirën, wa mukadhibi bil qadar, edhe ai i cili e mohon për caktimin e Allahut subhanahu wa taala, për caktimin pra e kaderin, edhe njeri i cili akin li walidej, domethënë ai i cili është mos përfillës ndaj prindërve. Domethënë njeri i cili nuk i ndëgjon, nuk ju bën saji, nuk ju bën të mira prindërve vet, nuk i këshira ata, ai njeri po ashtu pra bën pjesë në ato cilët pejgamberi alayhis salam i ka njeh si njerëzit më të këqij, edhe si njerëz të cilët në ahiret kanë me përjetu njërin prej dënimeve më të dhimbshme. Na lutem Allahin subhanahu wa taala që këtë këto punë të cilat tham janë vetëm për kujtim për neve, të janë punë të cilat na kena me ditë, edhe kena me pas parasysh, edhe atë këtë me hymyt edhe me shpresë se na kena me kompjatin me muslimanëve pra, cilët do të largohen gjunaheve të mëdha, edhe që kanë hymyt që Allah subhanahu wa taala dua falja të vogla, edhe të na shtinjë këtëve bashkë inshallah në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli